Partia Demokratike ka reaguar me ashpërsi ndaj vendimit të kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë për të kundërshtuar në gjykatën kushtetuese vendimin e pezullimit të zëvendësministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Në vlerësimin e Partisë Demokratike, kërkesa e dorëzuar në kushtetuese shkel kushtetutën dhe përbën një ndërhyrje të papërshtatshme në pavarësinë e sistemit të drejtësisë, duke synuar sipas opozitës çimentimin e një kulture pa ndëshkueshmërie. Demokratët argumentojnë se vendimi i kryeministrit për të kërkuar shfuqizimin e vendimit të gjykatës kushtetuese është një akt i drejt për drejt presioni institucional dhe shkelje e balancës së pushteteve. Partia Demokratike thekson se Rama nuk ka propozuar shkarkimin e Ballukut, e cila është në hetim nga SPAK për 2 tendera të rëndësishëm, tunelin e Dogaraz dhe lotin 4 të Unazës së Madhe të Tiranës, duke treguar sipas tyre një mungesë të qartë përgjegjësie politike. Opozita kujtojnë gjithashtu se kërkesa e saj për interpelancë më herët me Ballukun janë refuzuar nga socialistët me arsyetimin se çështja është ende në hetim nga SPAK. Kjo situatë ka përshkallëzuar tensione midis mazhorancës dhe opozitës, duke vendosur në qendër të debatit publik jo vetëm veprimet e qeverisë, por edhe ruajtjen e pavarësisë së institucioneve gjyqësore në vend.